katolik shqiptar dhe në mbar botën. Ju uroj gëzuar ngjalljen e Krishtit. Ditën më të rëndësishme në historinë e qytetërimit perëndimor, ringjallja e Krishtit shënon momentin më frymëzues, më të rëndësishëm për mbar njerëzimin. Mbasi parimet e porosive të tij, apo porositë e tij, ushtruan në, të themi, parimet morale të njeriut të qytetëruar, të qytetërimit perëndimor. Le të urojmë që Pashkën tjetër ta kremtojmë më mirë dhe pak të keqet madhe që i ka rënë hisë Shqipërisë këto vite. Faleminderit. Po Daniel, një. Filma? Hadi be,